Muslimanët e sodit që s'falin namaz, rrejnë, mashtrejnë, vjedhin, bëjnë dallavere, e kanë të tillë edhe udhëhecit e tyre, prandaj hiç s'ka nevojë me i shoh udhëhecit e vet muslimanët e sodit. Edhe çfarë më thon, valla po vjedh filoni, ata po vjedhin e po marrin korrupsionin, na fikën, ishin kont pa ftyre, bla bla bla, se në të tillë. Kema takunu yuwalla aleikum. Çysh jeni, ashtu kanë më ardhur sundimtarët juve mbi kokat e juve, thot Hazreti Omeri radhiyallahu anhu. Nëse jemi të mirë, sundimtarët kena me i pas të mirë. Nëse jemi 3-4 vetë të mirë neve. I pestja më në mënar neve një idehun edhe me thonë, unë jam udhëheci juj. Dhe ti e këshër facën, është idehun është kjo. Kush e lënë për e neve, namazdive, dehurin me qenë lider i uni. Cili për e namazdive kishte me e lënë që një jo namazdi, një hajnë, një keq, një rëndësan me na prinë. Sigurisht se asë një namazis kishte me pranu që në grupin e vetë 4-5 veç me pas njënin lider të tim. Nëse si popull kemi lider të tim, kjo do të thotë se shumica prej neve jemi të tillë, andaj edhe qesim votën për të tillët. Për ne nuk është problem sa ai nuk fal xhumë. Për ne nuk paraqet problem për popullin tonë për të zgjedhur lider njerëz që kurrë nuk i sheh ditën e xhumës pak. Kur nuk i shem mysafir në shtëpinë e Zotit. A paraqet problem? Jo, nuk po paraqet problem. Atëherë nëse nuk paraqet problem, pse se ki mysafir të Zotit, atëherë ja po fsherrin liderit ti edhe askënd mos e fajso për gjendjen tënde.